pyet vëllai dhe thot se për shkak të një pune e cila më angazhoi së tepërmi nuk pata mundësi të prezantoj dhe të fal namazin e xumas në xhami. Ndërkohë jam i pikolluar në zemrën time, prandaj më jepni një përgjigje edhe më tregoni një zgjidhje për sa i përket çështjes time. Së pari vëllai nderuar, muslimani duhet ta rregulloj kohën e tij, sidomos në ditën e xuma. Pra t'i jap rëndësi dhe vlerë çështjeve në bazë rëndësisë dhe vlerës që kanë ato nga njëra tjetra. Dhe normalisht çështjet më të rëndësishme për besimtarin janë adhurimet, ato pra që janë adhurimet të Allahut të Madhëruar. Prandaj këto duhet të jenë më parsorët dhe të jenë çështja kryesore që ka muslimani në mendjen dhe zemrën e tij apo në praktikën e tij. Dhe nuk i lejohet besimtarit që të mos prezantojë në namazin e xumas thjesht se ka çështje pune. Por duhet të gjejë të gjitha mundësitë, të bëjë të gjitha përpjekjet. Allahu i Madhëruar thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun." O besimtar, kur të thirret na ezani për namazin e xuma, atëherë shpejtoni në prezantimin e tij. Pra prezantoni në të. Lijeni shitblerjen tuaj, pra lijeni punët tuaja për të prezantuar në namazin e xumas, sepse kjo është më e mira për ju nëse me të vërtetë e kuptoni apo e dini rëndësinë e namazit të xumas. Në një rast të tillë, nëse ky njeri çështja e tij mund të ketë qenë në ndonjë rast të veçantë, pra e pranuar e justifikuar në fe, atëherë nuk konsiderohet gjunaqar. Por nëse ka qenë thjesht një neglizhencë e tij apo nuk ka ditur t'i japë rëndësinë e duhur namazit të xumas, atëherë është detyrë për këtë njeri, për pyetesin, që të bëjë tobe, pendim tek Allahu i Madhëruar dhe të mos e përsërisë më një gjë të tillë.